Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Profili demografik i Shqipërisë ka ndryshuar rrëjtësisht gjatë 2 dekadave të fundit dhe sipas Eurostatit ka humbur avantazhin e popullsisë së re. Popullsia e Shqipërisë është reduktuar, por edhe është plakur me 7 vite nga viti 2011 deri në vitin 2023, referuar censusit të popullsisë në vitin 2023. Popullsia në moshë pune është reduktuar dhe ajo me 18%, por a ka ndikim kjo tkurje dhe plakje e popullsisë në ekonominë e vendit? Ne sot për këtë çështje sociale, demografike, por edhe ekonomike, do të flasim me eksperten e ekonomisë Eriola Hoxha. Faleminderit Eriola që do të ndajmë së bashku këtë temë në analizë. Faleminderit ju për ftesën, është kënaqësi. Një studim i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar që në fakt u publikua nga Banka e Shqipërisë për raportin e saj vjetor, thotë se ulja e numrit të përgjithshëm të popullsisë dhe plakja e saj ka implikime të rëndësishme në zhvillimin ekonomik, ndaj nevojitet reagim nëpërmjet reformave dhe politikave të zhvillimit. Nëse do t'i referohemi edhe më konkretisht në shifra, kemi të bëjmë me popullsinë e Shqipërisë të reduktuar, e cila është plakur me 7 vite nga 2011 deri në 2013. Sipas censusit të 2023-shit, popullsia në moshë pensioni mbi 65 vjeç arriti në 473.000 persona me një rritje 49% dhe rritjen më të fortë në popullsinë e përgjithshme, kjo është pak e çuditshme në fakt, e kanë 90 vjeçarët. Cili është komenti juaj si ekspert e ekonomisë për këtë dukuri, e cila në fakt nuk është vetëm shqiptare, por është edhe rajonale, është edhe europiane, është edhe botërore? Në lidhje me konstatimin tuaj, po të bëjmë një metodë krahasuese për të arritur dhe në rezultatin aktual zyrtar të publikuar që ju e cituat si më sipër, do të thoja që para 2 dekadave mosha mesatare e popullsisë shqiptare ishte 31 vjeç dhe kjo na bënte që ne, krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe të Europës, në rankimet zyrtare të qëndronim me krenari lart themi në vendet që kanë moshën mesatare më të re të popullsisë, sepse një vend me një moshë mesatare të re të popullsisë ka më shumë predispozita dhe prosperitet për të bërë gjëra më të mira për vendin, që përkthehen më shumë të rinj, më shumë vende pune, më shumë lëvrim të ardhura ekonomike për një shoqëri si rjedhoj për një vend. Por çfarë po ndodh sot pas 2 dekadave? Janë shumë faktorë social-ekonomik dhe demografik që ne nuk e gëzojmë më këtë pozitë duke patur një moshë mesatare më të re në rajon dhe në Ballkan. Por fatkeqësisht mosha mesatare e popullsisë shqiptare vazhdon të ulet gradualisht nga viti në vit. Cilat janë arsyet pse kanë çuar vendin ton drejt kësaj rënje drastike të moshës mesatare? Së pari, gjykoj që është një nga problemet më të mëdha, jo vetëm migrimi nga një qytet në qytetin tjetër, por edhe emigrimi nga një vend në vendin tjetër ka ndikuar menjëherë në këto rezultate të pritshme. Pse migrojnë qytetarët shqiptar? E dim pak a shumë që forca e punës është ajo që emigron, edhe të rinjt emigrojnë më së shumti, dhe ndoshta gjykoj që kjo do të jetë në një nga arsyet. Jo, është arsyeja kryesore, por përse të rinjt janë larguar dhe ne pjesën më të mire në total të popullsisë shqiptare kemi jashtë kufive të territorit shqiptar sipas dhe të dhënave zyrtare, dhe janë shumë arsye. E para, shkollimi, për shkollim më të mirë. E dyta është për pagesa më të mira, sepse me zhvillimin dhe digitalizimin, informatizimin e shumë programeve, të rinjt shqiptar mund të studiojnë në vendin tonë dhe të punojnë në një nga vendet e Europës, dhe duke punuar në një nga vendet e Europës apo të Ballkanit, automatikisht paguhen më shumë. Një arsye është paga. E dyta është kurrikula dhe arsim më të mirë në krahasim me vendin tonë, e gjejnë në vendet e Europës, dhe e treta që ndikon në plakjen e popullsisë shqiptare është ndikimi negativ për krijimin e familjeve të reja. Çiftet e reja e kanë të vështirë që të ndërmarrin një hap përpara dhe për më tepër që të krijojnë familjet e tyre dhe të lindin fëmijë. Por çfarë do të bëjë shteti? Kush është roli jonë së pari si qytetar dhe organet kompetente për të ndryshuar këtë plakje të popullsisë me disa vite më shumë në krahasim me
më parë. Duke marrë shembull dhe vendet e Ballkanit Perëndimor apo dhe të Europës se si mbajnë të rinjt në vendin e tyre, por jo vetëm të rinj, të gjithë qytetarët në vendin e tyre, së pari është ana financiare. Kontribut më i lartë financiar për vendet e punës ku ata japin dhe profilet e tyre të arsimit. E dyta, mendoj që duhen politika ekonomiko-sociale më të zhvilluara për të mbajtur situatën aktuale jo nën kontroll, por edhe për të sjellë të rinjt të kthehen mbrapsht në vendin tonë. Si? Duke ofruar banesa me kosto kredie të ulët, apo duke i dhënë kredi të buta të ndryshme, apo duke i paguar një pjesë të mirë të qeras, se shumica të rinjve dhe të rejave, apo dhe studentëve që janë dhe kandidatët kryesorë që largohen nga vendi ynë, jetojnë në Tiranë me qera dhe çmimet, kalojmë një tjetër problem që çmimet janë relativisht shumë të larta në krahasim me pagat që këta marrin si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat. Pra, juve me të drejtë i përcaktuat edhe faktorët që kanë ndikuar në uljen e numrit popullsisë, por edhe në plakjen e saj, por duke ju referuar sërish këtij studimi të FMN-s, aty thuhet se ekonomia shqiptare ka shfaqur rritje të produktivitetit në përgjigje të zhvendosjes së fuqisë punëtore nga sektor me vlerë të ulët të shtuar në sektor me vlerë më të lartë dhe ka bërë progres në konvergjencën për frym me vendet e Bashkimit Evropian. Dhe këta tregues, sipas studimit, mbeten larg mesatares Bashkimit Evropian dhe trendet e pafavorshme demografike e bëjnë të vështirë përmbushjen e tyre. Është në fakt një terminologji disi e profilit tuaj, si mund ta kuptojmë cilët janë këta sektor, e thënë më thjesht për të gjithë dhe ata që na ndjekin dhe a ndikojnë ato në një konfigurim të ri të punësimit në Shqipëri. Se shpesh neve dëgjojmë punë në teknologjinë e informacionit, startupe, tjera si këto, por më konkretisht për ta kuptuar këtë. Zhvillimet ekonomike të shekullit e 21 janë shoqëruar dhe me digitalizimin e çdo sistemi të punësimit, veçanërisht digitalizimin e ekonomisë shqiptare dhe atë që quhet ndryshe revolucioni 4.0, që është në përputhshmëri të plot dhe me punësimin e jo vetëm të rinjve, por të çdo kategorie të punësuarit, duke u bërë një nga kriteret kryesore për të qenë pjesë e sektorit publik dhe pjesë e sektorit privat. Unë mendoj që politikat në një periudhë afatmesme dhe afat shkurtër që duhet të ndjek qeveria shqiptare, për sa më sipër ju cituat, është që në përputhje me vendet e punës, me profilet që kandidatët apo të punësuarit ka, duhet të ndërmarri, përpos të vlerësoj ato politika që janë ndërmarrë për rritjen e pagave, në mënyrë të menjëhershme një rritje totale të pagave dhe që të shkojë me ligj jo vetëm për sektorin privat, publik, por edhe për sektorin privat, sepse shpesh herë sektori privat neglizhon dhe nuk e zbaton vendimet që nxjerr qeveria për rritjen e koeficientit të nivelit të pagave sipas kategorive të ndryshme. Duke qenë se nuk është taksative për bizneset, për gjitha kategoritë e bizneseve, do të rekomandoja apo do të sugjeroja që të ndërmerret një politike posaçme për bizneset, pikërisht për sektorin privat, në mënyrë që vendimet që merren kanë sukses vetëm atëherë kur zbatohen. Në rast të kundërt, nëse ndërmarrim vendime dhe i lëmë ashtu pezull në tryezë apo thjesht i botojmë në fletoren zyrtare, nuk kanë asnjë sukses nëse nuk kanë një efekt pozitiv në ekonomi. Dhe efekt pozitiv në ekonomi kanë kur zbatohen drejt për drejt e qytetarët. Dhe së fundmi, Eriola, ka të bëj edhe zgjedhja le të themi e profesioneve, sepse ka patur ndërkohë edhe një krizë të profesioneve më të qëndësishme, atyre profesioneve që i sjell arsimi profesional, sepse ka një prirje të rinjve me liberalizimin e universiteteve, me daljen e universiteteve private që të zgjasin kohën e studimit dhe të mos preferojnë disa profesione që për fakt të keq ne po e përjetojmë këtë gjë, hidraulik apo marangoz apo profesione të tilla, ka mungesa për shkak të preferencës që kanë ata mjeshtra të këtyre profesioneve për të emigruar. Një nga arsyet pse po jepet shumë rëndësi marrjes së punëtorëve të huaj në vendin tonë, madje po ligjërohet dhe me paketa më të lehta për plotësimin e dokumentacionit në mënyrë që të quhen residentët e ne, është mungesa e këtij profesioni apo në thonjza krahu të punës. Sepse të rinjt shqiptarë që dikur kanë qenë pjesë e rëndësishme e arsimimit
profesional, shkollave të mesme profesionale, tashmë i kanë braktisur këto deg profesionale duke rrezikuar dhe shumicën e tyre që të mbyllen dhe të mos jenë më aktive edhe për atë pakicë që e dëshiron. Sigurisht që të gjitha këto mbyllja e shkollave profesionale, largimi të rinjve dhe që zgjedhin të punojnë kamarier jashtë kufive të territorit sepse paguhen më shumë dhe mbetja e këtyre që dëshirojnë të kryen një shkollë profesionale, krijojnë një kaos duke patur mungesë të vendeve të punës. Mungesa e vendeve të punës shoqërohet me mungesën e të rinjve dhe automatikisht ne kemi dalë hapur për të punësuar qoftë në kohë sezonale, por dhe me një periudhë afatgjatë kategorinë e punonjësve, qytetarëve, zonjave dhe të rinjve, që është absolutisht një drejtë e gjithë secilit që të vijë dhe të punojë kundrejt rregullave dhe ligjeve që vendos shteti shqiptar. Duket se është gjetur si një zgjidhje e përkohshme gjykojun, por qeveria shqiptare, organet kompetente kanë ndërmarrë paketa speciale që jo vetëm i ofrojnë të jetojnë në vendin tonë, të punësohen, por të kenë dhe një paketë ligjore më të thjeshtë në mënyrë që të mos ketë më orvati dhe burokracira siç ka patur më përpara, apo siç ka dhe aktualisht dhe për bizneset e huaja që duan të investojnë në vendin tonë. Unë më shoj shumë që për këto kategori, duke filluar nga qytetari thjesht i huaj deri te një korporat apo biznes i madh që do të atashohet në vendin tonë, të krijohen dhe lehtësira financiare, absolutisht, por dhe lehtësira nga ana ligjore, por njëkohësisht ne duhet kemi dhe një sistem ekonomik dhe financiar shumë të mirë dhe shumë të drejtë që të mos i disfavorizojnë këta të huaj që vinë dhe t'ju japin prioritet atyre shqiptar. Klima e investimeve të huaja duhet të jetë një klimë e paqë në thonjza dhe mikpritëse në mënyrë që ato të kenë një ndikim të madh në ekonominë shqiptare. Tashmë të gjithë po e vëmë re që turizmi është në krye të listës në fakt edhe të industrive dhe të atyre që të sektorëve të ekonomisë në Shqipëri. Mendoni që duke u bërë një turizëm gjithvjetor dhe duke u shtuar interesi i turistëve të huaj për Shqipërinë, do të ketë një mundësi më shumë për të rinj për të punësuar, apo do të prevaloj përsëri kërkesa për pagesa të mira, për sigurime shoqërore? Për ta vijuar në aty ku e lash, edhe sektori i turizmit është një nga sektorët që vuan mungesën e fuqisë punëtore. Megjithë menaxhimin e mirë të burimeve njerëzore që kanë dashur të bëjnë hotelerit, veçanërisht sepse ato e ndjejnë drejt për drejt mungesën e shërbimit dhe nuk mendoj që e kanë mbushur hendekun. Ka vite më shumë se një dekadë që turizmi shqiptar po performon mirë duke sjellë një nivel të ardhurash të konsiderueshme në ekonominë shqiptare. Që do të thotë, turistët e huaj kanë gjetur ndryshe nga më përpara një sistem turistik gjithëpërfshirës, do ta thoja unë, gjithë sezonal, dhe ne nuk kemi tashmë ai vendi që kemi turizëm vetëm në verë apo në dimër, për plazhet e bukura apo për malet e larta dhe historinë e rrallë që ka Shqipëria, por kemi turizëm edhe gjatë vjeshtës dhe pranvere, sepse vendi ynë ofron mundësi shumë të mira, por këto duhen shfrytzuar në mënyrë potenciale. Dhe me këto të ardhura që po sjell turizmi, të ndërmerren paketa të tilla apo të ndërmerren strategji të tilla nga qeveria shqiptare, që edhe ata pak punonjës shqiptar që punojnë të paguhen mirë dhe të mos na lind nevoja për punonjës sezonal që i marrim nga vendet e huaja, sikundër dhe për sektorët e tjerë. Pra është një problematik gjithëpërfshirës të mungesa e fuqisë punëtore që lidhet drejt për drejt me pllakën e popullsisë shqiptare, pasi një pjesë të mirë të rinjve shqiptar dhe jo vetëm pjesa më e mirë e Shqipërisë është jashtë kufive të territorit shqiptar. Paralelisht me zhvillimin e turizmit, të zhvillojmë dhe politika të tilla që të bëjmë qytetarët të ndihen mirë ata që janë këtu, por edhe politika të tilla që të jenë përthitëse për ata që janë të dyzuar që të rikthehen në vendin tonë, sepse suksesi dhe fuqia më e madhe qëndron tek ata që janë të dyzuar që të kenë mundësi rikthimi, se ata që kanë vite dhe janë mësuar në emigracion e kanë të pa dhe historia dhe jeta e përditshme ka treguar që janë të pamundura, thuajse zero mundësit për rikthim. Irula, unë të falenderoj shumë për gjitha opinionet që ndave në analizë. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit dhe ju.
Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot. Ne u ndalëm në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë në lidhje me tkurjen dhe plakjen e popullsisë në Shqipëri dhe ndikimin e mundshëm që kjo ka në ekonominë e vendit. E ftuara ime eksperte ekonomisë Eriola Hoxha. Ju falenderoj të gjithëve ju që qëndruat me ne. Miru takofshim.